kemi këndvështrime të ndryshme dhe i lexojmë ndryshe mesazhin apo deklarimin tim. Unë përsëri vazhdoj të them që sado që tjetë e mundshme dhe e realizueshme, po themi, diskursi politik apo edhe ligjërata ime në pika dhe në presje, është tjetër e shkruar dhe është tjetër e dëgjuar. Megjithatë, ne jemi në një fazë të ballafaqimi. Pra, ne edhe mbasi mbaruam seancën në gjyq, vazhduam në ambientet e gjykatës duke u... Cila ka qenë deklarata e bërë, cila ka qenë çështja dhe subjekti që është përmendur? Tani unë nuk e riprodhoj dot gjithë për gjithë, por ka qenë në një intervistë që kam bërë një pyetje të insistuar nga gazetari Alba Alishani, ka qenë diku 23 prill. Keni ballafaqim me prokurorin Sotir Klap, sa i takon komunikimit të akuzave? Kam një mikun tim Xhimi Lazri, që para shumë kohësh ishte në një ballafaqim me dy shoqet e veta. Dhe në konflikt që ishim me njëri tjetrin, ju tha, shoqe, marroni shpejt se prit 10 minuta kam një ballafaqim tjetër. Edhe ne aty tham, marrojmë shpejt. Jo, hetimet janë shtyr deri në tetor, mes që ne na janë njoftuar deri me 15 tetor. Kështu që do shikojmë çfarë do jetë sot. Do t'ju njoftoj, mos keni merak. Ju jeni gati në fazë fajtimi me Romeo Kara. A fajtoheni ju me faktin se ai është nga protagonistët që vendosin lëvizje që ishin shumë të folur penale? Nuk jam në fazë fajtimi, jemi në fazë ballafaqimi. Zota Kryemadi, para zgjedhjeve thatë që bëhet fushat për babain e fëmijëve tuaj. Tani pas zgjedhjeve, a jeni kënaqur me rezultatin që ish presidenti i Republikës mori në zgjedhje? Nuk du të komentoj më asnjë gjë për politikën. Kështu që e kam mbyll atë sap.